ti ke sjellë demokraci në gazetari, apo jo? Koha jonë ka prodhuar ngjarje nga më të rëndësishmet, dhe që janë kaq shumë sa unë nuk di të them. Di një herë, kur plasi bomba e Vefas, ishin edhe si të gjithë, pa përshim. Nikol Leci, unë, Frok Qupi, Aleksandr Frangaj, gjithë. Armand Shkullaku, Andi Busha, gjithë erdhen, na morën... Që janë edhe sot paria e gazetarisë, si thuash, po. Erdhen e na morën gjithë na quan në komisariatin numër 2. Kemi ndënjur disa kohë, sepse dyshonin që mund ta kemi vënë ne bombën. E kupton çfarë fantashkence politike mund të kishte regjimi, domethënë që me qenë se është opozitare Gazeta Koha Jonë, ta mund të kenë vendosur bombën tek dyqani i Zhvefës duke Domethënë regjimi Sali Berishës, po thua. Për atë po flas, sigurisht.